Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Falendrojmë Allahun që do të mëshirojësi, mëshirëbërësin. Allahun e falendrojmë Allahun, adhurojmë. Dim dhe falë për Allahun subhanahu wa ta'ala kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut subhanahu wa ta'ala nga të këqijat e vetvetes dhe nga veprat tona të këqija. Nuk ka dyshim se ka Allahu udhëzon, s'ka kush e devijon. Dhe atë cilin Allahu e devijon, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, rob dhe dërguari i tij. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që me të Allahu të në rinjallë në gjenet e Firdaus. Qofshin salavat dhe selamet bi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, bi shokët e tij, besnik, edhe bi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër, për hir të Allahut. Në fillim, si çdo herë këshilloj vetë ti pastaj edhe juve që ta kemi frikë Allahun azza wa jall. Sa i cili i friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala, ai i cili tregohet i devotshëm ndaj Allahut azza wa jall, kjo është më e mira për të për këtë botë dhe botën tjetër. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut fuqiplot siç duhet të friksoheni. Dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë musliman. Allahu na mundsof që të vdesim të atij dhe Rabbel Alamin. Na mundsof që fjala jonë e fundit këtë botë, këtë dynja të jetë la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Vëllezër, kjo botë është vend i sprovave. Në këtë botë sprovohemi, në këtë botë testohemi. Belat sprovat janë në këtë botë, në këtë dynja. Rahatllëk i përheshëm është në botën tjetër. Andaj kush kërkon rahatllëk të përheshëm në këtë botë, në këtë dynja, ka gabuar, ka devijuar, ka dështuar. I vetmi moment kur robi Allahu të gjenë rahatllëk i qetësinë është adhurimi, këtë botë. Por ndryshe, këtu testohemi, sprovohemi. Është prej ligjeve të Allahut azza wa jall që në këtë jetë, në këtë botë, në këtë dynja, ne të sprovohemi, të provohemi. Dhe se kjo botë nuk është vend i rahatisë së përhershme, por është bota tjetër. Këtë dynja, vëllezër, nuk ka njeri që mos të përballet me ndonjë smundje. Nuk ka njeri që mos të përballet me një sprovë, me ndonjë pikëllim, me ndonjë breng, me ndonjë sëmundje apo dhimbje. Nuk ka këtë botë që të njeri mos të përballet me humbjen e një personi të afërt, me humbjen e evladit, familjes. Nuk ka këtë botë që njeri mos të përballet me humbjen e pasurisë, me paksim të nafakës, furnizimit, apo me ndonjë fatkeqësi. Këtë Allahu fuqiplot e ka dëshmuar dhe është një gjë të cilën të gjithë përjetojmë dhe me të cilën përballemi. Nëse ke shëndet, je i sprovuar me fukarallëk, me varfëri. Nëse ke pasuri, përballesh me smundje. Nëse ke evlad, përballesh me devijimin e evladëve. Ke diçka, të mungon diçka. Nuk mundesh të jesh në të gjitha të mirat pa u sprovuar. Diçka do të kesh, diçka tjetër do të mungon. Andaj, ne këtë natë me lehtë Allah subhanahu wa ta'ala do të flasim diçka rreth smundjeve dhe belave, si sprovim dhe provim për anës të Allahut te bareke ve teala. Thot Allahu azza wa jalla: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'azizul ghafur." Ai është pra Allahu që krijoi vdekjen edhe vdekjen dhe jetën. Pse? Për t'ju provuar se cili prej jush është më i mirë në vepra, më vepërmirës, për t'u ju testuar. Ayyukum ahsanu 'amala. Ai është i plotfuqishmi, Allahu fuqiplot, falës i madh.
Thot Allahu Azza wa Jall: "Walanabluwannakum bishay'in min al-khawf." Ne do t'ju sprovojmë me diçka prej frikës. Wal-ju' uri wa naqsin min al-amwal, me paksim të pasurisë. Wath-thamarat, me fryte. Wa bashshiri s-sabirin, me jetën, me fryte, por përgëzoj durimtarët. Ata të cilët do t'i sprovojnë pasuri, me jetë, me vdekjen e dikujt, me fryte, me ndonjë bela, përgëzoj durimtarët. Cilat, pra, thash, ke kishë ndetin, po s'ke e vlat. Ke e vlat, po mungon uzimi e vlat. Ke pasuri për se ke shëndeti, ke shëndeti për s'ke pasuri. Me diqka, me në një sprov, kësaj botë, kësaj dynjaj ti përballesh. Andaj, Allahu subhanahu wa taala masi që i përmend disa lloje të belave, sprovave me të cilat përballet robi i Allahut, në fund thot: "O bashiri sabirin", përgëzoj dërimtarët. Cilët dërimtar? الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا ata të cilët kur I godet një keqe, një bela, një sprov, një smutje, fukarallok, vdekje të vladit, thunë: Inna lillah, Allahu t'jemi, wa inna ilayhi raji'un, edhe të kaj do të kthehemi. Pa ma pasysh, çfarë lloj belaje? Duran dhe këtë fjallë thot, si që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vdekjen e vladit të tij. Edhe jo vetëm, çfarë do musibet I vogël, disa edhe kur t'i shkoqeshin sandalet, pejgamberit sallallahu thoshte, e thë këtë fjallë, këtë jetë kuranor: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Çfarë do musibet që të godis? Të Allahu t'jemi dhe tek ai e kemi kthimin. Ulaika alejhim, ata të cilët durojnë, masi që përballen me ndonjë sprov për sprovë. Ka vdekje vladi, e ka me pasuri. I ka ardhur haberi, lajmi, është diagnostifikuar me një smutive të randa. Edhe duron. Dhe thot: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Për këta, ulaika alejhim salawatun min rabbihim, bita janë bekimet dhe mëshira Allahut. Pastaj, wa ulaika humul muhtadun, dhe pikrisht ata janë të udhëzuarit. Ky është I udhëzuar. Për këtë themi se ky njeriu është I udhëzuar. Kur pa marrë parasysh me çfarë sprovë për sprovë ai goditët sprovohet, përballet, duron, shpreh kelimetul irja. Domethënë që shpreson në shpërblimin e Allahut, duron këtë sprovë, Allahu subhanahu wa taala zbret bekimet dhe mëshirën e tij mbi këtë rob. Më ky është I udhëzuar. Sepse prej alameteve, prej shenjave të udhëzimit dhe të robërve të devotshëm është se kur ata I godit një sprovë e rëndë e madhe, durojnë dhe I thonë këto fjalë, e shprehin këtë fjalë. Si që dini hadisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hadisin kutsi, një hadis kutsi, Allahu subhanahu wa taala u thot engjëjve, Allahu është I gjithdijshëm. Thot engjëjve: O melaqe, aja murët loqkën e zemrës e filanit, aja murët e vladit, sprovë për sprovë më të randa, me të vdekje vladit, aja murët thuan: po, o Zoti ynë, Allahu është I gjithdijshëm. Allahu thot: madha qala rabbi, e çka tha robi im në atë moment, jo mas një javë, mas 2 javë, në momentin kur ja morën, kur ju mor shpirti e vladit të filanit, çka tha? Thojnë engjujt: hamidaka wastarja, të falendroj ty dhe tha: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Të Allahu t'jemi dhe tek ai do të kthehemi. Allahu subhanahu wa taala thotë engjëve: ibnu li abdi bejten fil janna, robi ti ndërtoni një shtëpi në xhenet, wa sammuhu bejt al-hamd,
Dhe këtë shtëpi e martoni shtëpia hamdi, shtëpia e falëndrimit. Në moment kur robi përballet me sprovave të mëdha. Lëzat. Shëndeti është një begati prej begative të mëdha të Allahut te bareke ve teala me të cilën Allahu e begaton robin e tij. Kurse sprova është një ndër sprovat, kurse smundja është një ndër sprovat më të mëdha, me të cilat mund të provohet robi dhe përballet. Sepse njeriu kur e humb shëndetin, ja din vlerën shëndetit. Kur e humb shëndetin, kur smuret, atëherë fillon ta kuptoj vlerën, peshën, rëndësinë e shëndetit. Ama kur smuret, kur e humb, ne potese jemi që dosh, haram. Ama pak me na godit një smundje, pak mos provojmë një lloj smundje, atëherë nisim të mendojmë, sa mirë. Shumë mirë ti kesh dy dur, ti kesh dy kam, po ti isha kam, po ta krysh punën, po ti krysh nevojat e tua dhe familjes tënde. Kur sprovohemi dhe kur vjen momenti të përballemi me këtë. Përndryshe haram. Prandaj njeriu është i emërtu insan se haram. I haram të mirat e Allahut, i haram vdekjen, i haram sprovat, i haram belat. Deri në atë moment kur Allahu ta sprovon. Si tani vllai i cili është i sprovuar një smundje e rëndë, dhe që këtë ligjërat edhe këtë hutbe ditë sotit e kanë kushtuar atij, lutemi për të. Allahu të shëron. Është i sprovuar me smundjen e rëndë të kancerit, lloji Bajrami. Allahu e shëroft. Allah ya Rabbel Alamin. Është një vllai i mirë, një vllai i ndershëm. Allahu e shëroft me shërimin e plotë ya Rabbel Alamin, në rrugën e smundjes, i cili është i sprovuar me smundjen e rëndë të kancerit. Edhe që kam tha, kur nuk kam dhimbje, tha, haroj, ama kur vjen ta dhimbje dhe kujtoj. Kështu është robi, kështu jemi. Andaj, sa njerëz ecin me këmbët e tyre? A më pas erdhi dita, kur ata nuk mundën të ecin me këmbët e tyre. Sa njerëz hani dhe pinin, çfarë do të dëshironin? Çfarë do falloj ushqime e pije të ndryshme. Mirë po, pasi që u ndaluan atyre ushqimet, ata e panë rëndësinë, peshën, vlerën e shëndetit, kur atyre u tha mjeku, jo ti s'mund ta hash maksi ushqime. Këtë lloj ushqimi duhet ta lash. Këtë pije nuk mund ta konsumosh. Atëherë kuptoj se çfarë do të thotë të jesh shëndosh, ta kesh shëndet. Sa njerëz tjetër të shëndetshëm derisa u zgjuan me një sëmundje të rëndë që u ndryshoi komplet jetën atyre. U ndryshoi jetën komplet. Pra, vëllezër, shëndeti është një begati e madhe, për të cilën duhet falendëruar Allahun në fuqi plot në atë ditë, hiç pa dalë. Por fatkeqësisht shumë njerëz dhe ne prej tyre nuk e dim vlerën derisa kur ta humbin. Kur ta humbin atëherës, e pejgamberi sa ka thënë çka? Erdheni khamsen qabla khams, shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjera. Shëndeti para sëmundjes. A je sot i shëndosh? Pse s'del xhamin? Pse s'del ta falësh namazin në xhamin xhamin? Wallah. Do vije dita kur do të dëshirosh që të vish e ta falësh. Por nuk do të kesh mundësi. Nuk do të kesh mundësi ta vozësish veturën dhe të vish deri në xhamin. Nuk do të kesh mundësi. Ose durët do të dorëzohen, nuk do të kesh mundësi. Ose do të shishmo, ose syt me vetë kalimin e viteve, se shikimi yt po do pësohen. Fuqin e humb, nuk je i lehti që ke qenë. Do të vjen një ditë kur do të bëhesh pishman e do të pendohesh. Pse nuk shkova? Pse vitet i humba dhe nuk i shfrytëzova? Pse pak namazin në xhami e fala? Pse? Do vije që wallahi. Por nëse tash bëhemi pishman, vendohemi, kërkojmë falje, e bëjmë tauba, vendohemi, edhe progresuemi alhamdulillah. Po nëse bëhemi pishman pas vdekjes, është një lloj pishmallëki që nuk bën fajde. Nedem që nuk bën fajde. Sa dush pendohu pas vdekjes në ndë është i matë.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dy begatina të cilat shumë njerëz janë të pakujdesshëm, janë të mashtruar, nuk kushtojnë rëndësi. As-sihha, shëndeti, wal faragh dhe kuali. Kur njeriu e ka shëndetin, i haron. E haron sundjen. E haron uzimin. E haron adhurimin. E kur ta kapë në smundja, atërës nisë të mendon. Pse nuk i shfrytëzova? Pata mundësi. Koha e lirë. Jam i lirë. Pse? Si e kalon? Si e shfrytëzon ti kohën e lirë? Do të vje koha ku ti nuk do të kesh pa mundësi. Do ta kërkosh atë kohë e lirë, në të cilën kohë ti pata mundësi të mësojsh shkronjët për ta lezuar librin në Allahut. Do ta kërkosh atë kohë e lirë, ku ti pata mundësi shumë ta përmendesh Allahun dhe të bësh vepra të mira. Tash nuk i ke çfarë mundësi. Smundja vëllezër nuk është domosdoshmërisht një dënim, hidhrim e zemrim për anës të Allahut. Nëse ti sëmurësh, ose vëlla yt, nuk është domosdoshmërisht që kjo është një iqab, një azab për anës të Allahut. Se nuk mundesh me i thënë robit Allahut, vëllau tanë se apëshe Allahu është të dënuar. Jo. Pse? Për shkak se Allahu i sprovoi njerëzit më të mirë rrugën e tokësor. E ne nuk mundemi të themi se Allah subhanahu taala i dënoi pejgamberët. Ata ishin njerëzit më të sprovuar. Se robi kur sprovohet me ndjer mendon se kjo do të thotë se Allah subhanahu taala nuk e do. Se Allah është i hidhruar me atë, është i zemruar me të. Allah pra i sprovoi krijesën më të mira këmbët të cilat e ecën mbi rrugën e tokësor. Këmbët e pejgamberëve. U pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ayu nas yashaddu bala? Cilat njerëz sprovohen më së shumti? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Pejgamberët, pastaj ata më të mirit pas tyre, më të mirit pas tyre. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ. Njeriu sprovohet sipas fesë së tij. A e dini kuptimin? Sa më i fortë, sa më praktikues, aq më shumë i sprovohet. Sa më shumë imani i fortë, aq më shumë të sprovohet. Pra Allah sprovon sipas nivos, sipas derejës të imani që e ke. Nuk sprovon për te mundësive që ti nuk mund ta përballojsh në sprovë. Po shpesh e njerëzit thonë po, ja unë kësë provë s'unë e përballoj. Ti mund e përballoj. Por imani yt është dobësu. Kur imani dobësohet, sprovat nuk është shumë e madhe, realiteti është shumë e vogël. Kur imani yt është i fortë, sprova sa do që t'jetë e madhe për ty është e vogël. Sepse kollaj mund ta përballojsh çfarë sprovë, sepse je i fortë me bindje, me besim, me iman. Pra njeriu sprovohet sipas fesë së tij. Pra sprova nuk do të thotë gjithmonë dënim. Ajo mund të jetë edhe ngritje gradave, pastrimi i gjunave dhe afrimi i robit tek Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu sprovon me ndonjë sëmundje ose me ndonjë sprovë tjetër, të cilën ti përballesh. O shqej për shenjave se Allahu të do dhe qëtu duhet robi besimtari të mendon. Robi duhet të mendon mirë për Allahu. Jo Allahu ja nuk më do, ja Allahu më dënon, ja Allahu më urej, është i zemruar me mu. Jo. Thuaj, Allahu më pastron për gjunave. Allahu më afron të kaj. Allahu më ngrej në grada shkallat e larta. Andaj, tregohu falendruz dhe Allahu dhe me njohës. Allah e sprovoi Jubin a.s. Historinë e pejgamberëve përgjithësi shumë i keni dëgjuar, keni lexuar dhe i dini përgjithësi raste të ndryshme. Jubi a.s. 13 vjet i smur. Dhe nuk thau Allah pse mu, çka bëna. Jo, duroj dhe me lutë ju drejtua Allahu subhanahu wa taala. Wa Ayyubu idh nada rabbah. Dhe Ayyubi e thiri Zotin e tij. Sa është i cili dhe është i cili e bërë. Wa Ayyubu idh nada rabbah anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin.
Mu më ka goditur e keqja, jam sprovuar, përballë me një sprovë, me sëmundje, ti je më mëshiruesi. Ti ai që i shumë mëshiron. Fastajabna lahu, dhe ne ju përgjigjëm. Ju drejtua Allahut me një lutje të sinqertë. Nuk shprehi pakënaqësinë e tij dhe krijuesit të tij pse e ka sprovuar, me çfarë sprovë, çfarë vite të gjata, çfarë vite. Jo. Duroj dhe më fut ju drejtua Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu ju përgjigj. Pra nuk tha ju Islam se pikrisht unë. Ai nuk e caktoi, ai nuk e kundërshtoi caktimin e Allahut subhanahu wa taala, por tregoi pajtueshmëri me vullnetin dhe caktimin e Allahut azza wa jall. Ai dhimbjen ankesën e tij ja paraqiti Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dikte se lehtësimi është në dorën e Allahut fuqiplot, dhe se shërimi vjen prej Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër, smundja i shtyhet mëkatet. Pra, një nga gjërat në të cilat duhet të ngushëllohet robi dhe ta ngushëllojmë njëri tjetrin është se robi kur së murret besimtari ta dije se për asnjë dhimbje ai nuk humb tek Allahu. Derisa edhe për një gjëm, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani nuk i godet as lodhje, as sëmundje, as breng, as piklim, as dëm, as shqetësim. Madje thot as gjembi thot që e shpon, e vetë se Allahu ja shpyen me të disa prej mëkateve të tij. Që edhe gjembi që e shpon. Po nëse edhe për një gjë që të shpon, Allah të shkryj mëkatën. Po smundja e rëndë kanceri, dhimbje të mëdha, kokë dhimbje, dhimbje të barkut, prerje të kamës, të gishtave, njerëzit provohen me lloj smundje të ndryshme. Nëse Allahu t'i shtin mëkatet për shkak të një gjëmbi që shpon, po për dhimbjet e tjera të smundjeve të ndryshme me të cilat ti je sprovuar, Allahu subhanahu wa taala ti pastron gjunahet. Dhe këto dhimbje nuk janë që vetëm dhimbje që ti i përjeton edhe u kry puna ato kaloj, edhe ma ata nuk janë të regjistruar as jo. Nëse ti duron dhe nuk shpreh pakënaqësinë e Allahut për shkak të kësaj sëmundje me të cilat ti je sprovuar, Allahu t'i shtyn gjunahet mëkatet. Çfarë mendoni vëllezër? Për atë që kalon ditë e muaj duke u mjekuar. Ka njerëz me vite. Sot, sot, një vëlla kërkoi që ta vizitoj një vëlla që dergjë është në spital një vit. Një vit është në spital. Jam të kujdes dhe jam të meku sepse ka shumë smundje. E ka prej gisht, kam, shumë smundje ka. Një vjet tash është super. Një vjet është në spital. 2 ditë me një spital, plas. Me ndonë punë, familje, shoqëni, xhami, një vjet. Çka është më e keqja? S'ka familje më kështë vizitë. S'ka ku shkon. Edhe neve normal, që qumë edhe një dhanë, mos bënjas, edhe duke mos ditur vlerën, shpërblimin e vizitës e të smurit, ne asë që interesohemi, a ka be dikush që smut prej gjemashlive, prej vlezëve, shkëm një vizit 70.000 belace me bo dua për ne. Një vjet. Nëse shkon dikush e viziton, nuk shkon. E çfarë mendoni për këto njerëz? E ta shkoj njëri që një vjet që ndronë në spital, dhe mjekohet. E që ato dhimbje të cilat ai i ka dhe i përjeton. Allahu nuk do të shtym mëkate dhe nuk do ta shpërblen për sabrin, për durimin. Çfarë mendoni për atë që vuan natë ditë, por bën durim dhe prej shpërblimin prej Allahut fuqiplot. Allahu nuk e humb shpërblimin e sabërlive. Andaj, nëse i sprovuar ose do të sprovohesh, dita e nesër me nuk në dijet. Shtimi të flemi, të shëndosh, nesër mund dhe të mos lëvizi. Asë një gjymtyr e trupit të lëvizi.
ose nuk të japim shpirt, ose sprovohemi në fëmijë, në vllaj, pasuri. Nuk e dim. Andaj Allahu nuk e humb shpërblimin durimtarëve, i prej durimtarëve dhe çdo herë të jesh i përgatitur për ndonjë sprovë me të cilën mund të sprovohesh. Lutu Allahun, o Allah, mos na sprovo me diçka që ne su në përballojmë. O Allah, mos na sprovo me diçka që nuk të na godet në iman, në besim. O Allah, mos na sprovo në fe, se sprovo me madh është në fe. Pejgamberi sa ju shtutë Allah të zhjel ka kërku, Allahumma la tajal musibetana fi dinina. Allah mos në sprovo në fejnë tonë. Kështë me ranë se sprova e kancerit. Se s'mundja e ranë. Sprova në fejnë. Me të deviju Allah. Sprova në fejnë me la namazin. Sprova në fejnë mos me respektu prindërit. Sprova në fejnë mos me lezu Kurani. Sprova në fejnë mos me madhëru, mos me adhëru Allah. Sprova fejnë mos me e bodhikër Allah. Sprova fejnë është me ratë se çdo sprovë tjetër. Andaj pejgamberi ose me ka bërë këtë lutje, Allahumma la tajal musibetana fi dinina. O Zoti ynë, mos na sprovo në fejnë. Andaj o Allah, mos na sprovo me diçka që su në përballojmë. Mos e humb shpresën në mëshirën e Allahut. O ti që i smur, o ti që smundja të kalon, o ti të cilët ditët e mjekimit të janë zgjatur, o ti që mjekët të kanë treguar se ke një sëmundje të randë, mos u dëshpro, mos e humb shpresën, mos mendo se të gjitha dyert janë mbyllur, dera Allahut nuk mbyllet. Sikur të gjithë mjekët të thuajnë se s'ka shërim për smundjen tënde, mos haro se shëruesi është mbi 7 qiell. Dhe ai i cili e di se a do të shërohesh ajo është vetëm ai. Fuqia e Allahut nuk ka kufi. Mjeku mjekon, ilaçi është shkak, por shëruesi është Allahu te bareke ve teala. Ibrahim a.s. tha, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Dhe kur unë zëmurëm, ai më shëron. Ne kërkojmë sebepet, shkaqet, mjekohemi, vizitojmë mjekun, mundohet mjeku, na jep ilaçe, medikamente të ndryshme, që ai konstaton për këtë sëmundje që duhet i përdorim, por shëruesi është Allahu te bareke ve teala. Shërimi është në dorën e Allahut azza wa jalla. Sa të smundëve është thënë se smundja e tyre është e randë, por Allahu subhanahu wa taala më pas ka dhuruar shërimin, një shëruar dhe kanë jetuar më shumë se shumë të tjerë të cilët kanë qenë të shëndosh dhe as që kanë menduar për vdekje, kanë vdekur, janë larguar për kësaj bote duke qenë të shëndosh, kurse ai smuri, të cilit i thanë mjekët se nuk ka edhe shumë muaj për të jetuar, ai jetoi shumë vite, ndoshta edhe gjysmë ymër më shumë se ato. Sa njerëzve është do mësua shpresa, pastaj Allahu ka hapur një derë që as nuk e kishin menduar asnjëherë. Prandaj, ne nuk do të lidhemi me shkaqet. Ne do t'i marrim shkaqet. Ama ne do të lidhemi me atë që jep shkaqet. Musabbibul asbab është Allahu. Ai që jep shkaqet është Allahu. Prandaj ne nuk lidhemi për shkaqet. Ai që shëron është Allahu. Por i përdorim sebepet, shkaqet për të shëruar. Shkojmë te mjekët, marrim ilaçet, përdorim ilaçet, mjetet e lejuara të mjekimit, por në të njëjtën kohë zemrat tona mbeten fort të lidhura me shëruesin fuqiplot Allahun azza wa jalla. Nuk ka dyshim se sprova robin e kthen
tek Allah. Se ndryshe harojmë. Harojmë. Përdesa jemi të shëndosh, imani në dorësojnë. Prej ti largohen, pak e përmendim, pak e adhurojmë, pak e madhurojmë, e Allahu subhanahu wa taala përmes një sprove, qoftë sëmundje ose ndonjë sprovë tjetër, na kthen tek ai. Se e dim se ai shëron, e dim se ai mund të na ndihmon, e dim se ai mundet këtë keqe të na largon. Andaj, sa sëmundje janë bërë shkak që të sebeb për udhëzimin e njerëzve. Plot njerëz janë udhëzuar pasi që janë sëmundje. Para se të sëmundje ka qenë të devijuar. Po masi që Allah subhanahu wa taala i sprovoi, i udhëzoi. Jemi dëshmitar, sa njerëz i dinë që masi që udhëzu, se e kuptoj se jeta nuk është ashtu siç ka menduar. Jeta nuk është pasi i epsht. Jeta nuk është me shferu epsht. Jeta është diçka tjetër. Jeta është me të cilën nuk duhet të luhet. Është diçka shumë e rrezikshme. Diçka që ik. Dhe diçka që çdo sekond që të ik ti ma, ke humbur nëse nuk i ke shfrytzuar. Për momentesh. E tu dëgjoj gjërat. Sekondat, minutat, kalon. Je këtu, dëgjon, fiton, mëson, forcohet imani, bindja, besimi, çdo sekond që kalon, ti fiton, shpërblehesh. Nuk ke humbës këtë moment. Pastaj, çdo sekond, çdo minutë, që ti ik, ti nuk e shfrytëzon, qoftë me istikfar, qoftë me dikër, qoftë me fjalë mira, ti je humbës. Ti humb. Andaj nuk duhet të luj me jetën. Sa sprova e ka bërë robi që t'i grejë durë të drejtë Allahut subhanahu wa taala pas një kohë të gjatë. Pas një kohë të gjatë që Allahu subhanahu wa taala nuk e ka dëgjuar zërin e robit. Masi që u sprovu, sprova e bën tash që t'i grejë durë të qanë për gjunat e tij, për ymrin jetën vite që ka kaluar në mëkate dhe harame, për vdekje që po ia afrohet, për dhënien e llogarisë, për vetmimin në varr, për të qëndruarit para Allahut azza wa jall, shkret këto, kur mjeku thot, kërkojmë falje, Zotri, për na vjen shumë keq. Më vjen shumë rahat që të t'i them këto fjalë, por jo diçka që duhet të mërzitesh, të dëshpërohesh. Edhe ju, e vlad familje të ti Zotri ju, edhe ju bashkëshortë, mos u mërzitni, e kemi për detyrë profesionin, që t'ju informojmë se jeni të diagnostifikuar me sëmundjen e radhë, kancer në mushkëri. Dhe sipas analizave nuk u ka mbetur juve më shumë se një muaj për të jetuar. Çka bëti? Dhe një muaj thot mjeku. Jo se ajo është e vërteta, po kështu, sipas analizave, kështu e shohin ata, kjo sëmundje e radhë, për afërsisht që mundet robi kaq të jeton. Tash ta cek edhe kohën, thot edhe një muaj. Një muaj, dhe tash ti isha e fëmijë, në qenë bashkëshortë më të majtë, kthehesh tash më pas. Dhe një muaj ka bëjt. Çka bënë deri tash? Do shkoj ke Allahu. Me sa namaz? Me çfarë namaz? Po sa gjuna e bënë? Po sa net e ditë Allahu në më katohë? Çfarë bagazh të tash të mamë vite? E të kam vaj, nisë qajsh. Pse? Sepse vjen momenti ku ti do të futesh në barë. Vjen momenti ku të gjithë do të kthej shpinën, edhe të tjerë do të vazhdojnë jetën e tyre, kurse ti në jetën e barzakut do të llogaritesh, të dënohesh ose të shpërpesh. Sa njerëz i kanë ngritur dorë të lartë, një gruaje nga Marokoja, e cila u diagnostifiku me kancer në sëmundjen e radhë, kur i tha mjeku këto fjalë se e ke sëmundjen e radhë, është shpërndarë gjithë trupin tënd, e ku shkoi në shtëpi, u çu ngrit në 1/3 e natës, 1/3 e fundit natës, u çu mor abdes, ti falë 2 rekat namaz, duke qajtur për gjunat e saj, për haramet, për gafletin,
për devijimin, gjithë shka që është tregu ose me të cilat është tregu e keqe dhe Zotit të saj. Dhe jo minjohëse. Ka falë në maznate edhe qanë, seqte. S'ka dhe një mujë thot mjeku. Dhe një mujë duhet e vladet të turë të mlirë të gjithë rrëtë të gjenazën standard. Edhe një mujë t'i mas bete burgjë, do punojsh, do me dësh për punën, të pute kamët. S'me do më për punën. S'me do për asgjë, nisë të arrojsh. E kini ba, edhe kur afrohet sa ma shumë qëritet smundja, pas të i fillojnë mos t'i pranojnë njërësit më të dashën, më të afër. Dhe duke qenë gjallë, nisi t'i refuzojnë njërësit më të afër. Si donë as shmit t'i hyjnë të dhoma, as grujen, nuk do të dëgjonë za, s'do të ma bet, edhe thënë familjarët, na falni, por nuk do të ma vizit. Se? E ndjenë momenti pa i do qëkon të zoti i ti, të fuqiploti, e tash është të e hangër dërgjegja për gjithë aty, ato vite që i ka kalu me punë veprat këqia. Me të cilët vepra e ka më katuar dhe është silur keq dhe i krijuesit të tij. Edhe kjo i falë dyrë qatë namaz natë, duke qajtë për gjynajet e saja, duke i pranu dopsit e saja, mangësit, edhe pastaj nisë të lutet Allahu të zëvëgjel. Kërkom për Allahu të shëri. Se Allahu e jepë, Allahu e lërë. Dhe se Allahu e shërusi. Dhe për Allahu do t'i thotë t'i qka largojë, largojë. Ashtu si i fa paraqitu, ashtu edhe largojë. Mos gjithë ati adhurimi, të asejnate, gjatë, me shumë vajnë. Të nesërmi është dajsh që të shkon përsëri të mjeku. Dhe mjeku thotë, ne nuk gjemë as mundi të trupin tanë. Thotë, as mundi e ranë që e kishe të ashtë e jemë. Për dikë është e ranë këtë të pranon dhe të kupton. Po për dikë që është besimtar besën në Allahu në madhështinë e ti, nuk e ka ranë. Dhe dinë se Allahu po që ka do. Kur do një thotë, ku më feku, në bëllë dhe jo mojë. Thotë, shduket. Pse? Për shkak të sinceritetit, lutjeve të saje të sinqerta me të cilit ju drejtu Allahu subhanahu wa ta'ala. E sa robër janë drejtu Allahu me lutjet sinqerta, pasi që e kanë marrë lajmi ose janë sprovu me një sprovë të radhë me të cilat ashtë po përballen. Sa smundje ka mërë njeriun ta kuptoj realitetin e kësaj bote, se pasuria, pozita, fuqia nuk bëjnë dobi kur vjen caktimi Allahu të zërëgjen. Unë jam minister, unë kam shumë parë, qka? Që smundin? Hajtë dale. A mund të dalesh? Jo nuk mundesh. Unë kam qka? Qërë, vdesi vladi, hajde, këthi e shpiti. Shmundesh. Sa do që të kesh? Shfar do që të kesh? Shfar do pozite që të kesh? Nuk të banë fajde. Kur vjen momenti caktimi Allahu, që të realizohet, ajo të realizohet dhe s'ka ku shëpim përë. Këto kuptojmë vlezër se do njëherë brenda një sprove mund të fshihet një mëshirë ose shumë mëshira. Andaj, nëse ti sprovohesh, sëmurësh, përballesh me një sprovë, mos haro se pas se sprovë fshihen shumë të mira. Fshihet mëshirë, rahmet. Pse Allah u sprovoj? Që të të uzon. Pse Allah u të sprovoj? Që të fillosh të falesh. Pse Allah u të sprovoj? Që të fillosh të mësosh leximin e Kuranit. Në çdo sprovë fshihen gjëra të mira, fshihet mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa asa an takrahu shay'an wa khairun lakum. Mund të urreni ju një gjë, po ajo është e hajrit për ju. Gjë kush e urren smundjen, ama është e hajrit. Zyr e hajrit. Ndryshe, që qenë i devijuar dhe të kishte kap vdekja i devijuar. Dhe i që e larguar përse i dynjaja i devijuar. Po jo, Allahu të sprovoj që të uzon. O asa të hajbu shirë o shërë lëkum. Ju mund të adoni një gjë, po jo është e keqë, është dëmshme për ju. Allahu e di, ju nuk e di. Robi nuk e di. Robi që atë nga në jashme. Po qka ka pasaj, qka fshirë, këtë vetëm Allahu e di. Do që ta sot diqka të bënë që të qash, nesër bëhet qkak për të mirën tënde. Do që ta një sprovë, largimin e së cilës e ke dëshiruar shumë, dhe se ke pas dëshirë, se ke dëshiruar që atë ta keq, ta posedosh,
bëhet shkak për ngritjen e gradave tua të larta në ditën e gjykimit. Ata i vëllezër thirrje për mua dhe për të gjithë ju dhe për të gjithë ata të cilët janë të sprovuar, përballen me sprovë, sëmundje veçanërisht. Mendo mirë për Allah. Bëni durim në caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Tregoni të pajtueshëm me vullnetin caktimin e Allahut azza wa jall. Dhe se me të vërtet Allahu nuk do për robën e tij për vetë se mirë. Allahu nuk dëshiron për robën e tij për vetë se mirë. E nuk ka më mirë se sa të mendosh mirë për Allahun azza wa jall. Smurit Allahu i shëroft. Smundjet e ndryshme prej trupave tona dhe të sëmurve Allahu i largoft. Allahu trupat e vëllezërve tanë të sëmur prej çdo sëmundje i pastroft e i shëroft. Lusë Allahu azza wa jall që smundjet me të cilat ata përballen, Allahu e bëf sebeb për pastrimin e tyre nga gjunahet të ndryshme dhe ngritjen e tyre në gradat e larta. Lusë Allahu azza wa jall që në rrugën e drejtë të na drejton, të na udhëzon, e për të devotshmëve të na bën në Jannatul Firdaus me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Aqulu qawli hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.